Përplasjet në Minneapolis mes pro dhe anti-ICE gjatë goditjes së re ndaj imigracionit. Protestues pro-imigracionit dhe mbështetës të ICE u përplasën ashpër të shtunën në qendër të Minneapolis, në kulmin e operacionit më të fundit të administratës Trump kundër imigracionit. Guvernatori i Minnesotës njoftoi se garda kombëtare është mobilizuar dhe qëndron në gatishmëri për të mbështetur policinë shtetërore, megjithëse ende nuk është vendosur në rrugë që prej rritjes së kontrolleve nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, i cili dërgoi mbi 2000 agent federal në Minneapolis, në St. Paul, protestat nuk janë ndërprer asnjë ditë. Të shtunën një grup i madh protestuesish anti-ICE përballoi një grup shumë të vogël mbështetësis të agjencisë. Tensionet u rritën kur turma anti-ICE ndoqi dhe goditi disa përkrahas të Jake Land, organizatori protestës pro-ICE, i cili u largua me gjakose dhe plagë në kokë. Hethje me topë bore dhe balona uji u regjistruan para se të mbrinte policia e pajisur rënd dhe një furgon i blinduar. Ne jemi këtu t'i themi ICE, DHS dhe MAGA dhe neonazistëve se nuk janë të mirë pritur në qytetin tonë, deklaroi protestuesi lokal Luke Remington. Ndërkohë, garda kombëtare konfirmoi se është gati në pozicion sipas urdhrit guvernatorit Tim Walz për të ndihmuar menaxhimin e trafikut, ruajtjen e rendit dhe mbrojtjen e të drejtës së mbledhjes paqësore. Më 7 janar, qytetare amerikane Rene Good, nënë e 3 fëmijëve, u qellua për vdekje nga një oficer i ICE gjatë një konfrontimi me automjetin e saj, duke ndezur edhe më shumë indinjatën. DHS e quajti gjykatën që urdhëroi lirimin e tij, aktivisti, dhe deklaroi se do të vazhdojë arrestimet dhe deportimet e tuajve të palishëm me precedent penal në Minneapolis.